është drejtuesi e emisioneve të shumta dhe dramaturgu në ardhje Driton Siçeca. Dhe do të ftoja princeshën njërën nga princeshat e Odeonit, Arnesa Ferizi. Si dhe Kastriot Grajqevci, vokalisti i grupit Këpucët e Zeza për të ndarë këto çmime. Zhurma Show mendoj që është një... Zhurma Show mendoj që është një... Po, unë mendoj, Zhurma Show është një... Që toni? Zhurma Show, e tregoj edhe Naimi, Zhurma Show është një strofull, tash në ma serios pak, është një strofull ku na bashkon gjithë artistëve për të vlerësuar punën tonë një vjeçare dhe natyrisht unë kërkoj duar turkitin tuaj me që ne po e hapim edhe këtë edicion Zhurma Show me ndarjen e çmimeve të para. Bravo Ziko TV's, kompanisë Ziko për punën e palodhshme, energjinë e madhe dhe përkrahjen e madhe që i bën artistëve në të gjitha trevat shqiptare, mbase më së shumti të atyre të rinjve, pra për të cilin çmim ne do të ndajmë sonte Best New Artist. Pra, Zhurma Show është, e kuptove? Po në afore e bënëm, se unë... Mirë, do të ndajmë çmimin për Best New Artist në Zhurma Show Awards 2011. Ndjekim nominimet. I shohim nominimet. Best New Artist. Okej, atëre po bona, serios, nuk pëlqejmë afore. Best New Artist shkon për Irva Stefa dhe Tregon. Mirë mbrëma gjithëve, faleminderit shumë, doja të bëja një falënderim të veçantë për familjen time e cila më ka mbështetur shumë, edhe faleminderit shumë nga zemra që gjithëve.